Dhe me siguri po prisni Katerinën edhe recetat për sot, kështu që mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi dashur, përshëndetje të dashur andisa që na ndiqni në këtë momente. Ju uroj si gjithmonë një ditë të bukur dhe ju ftoj këtu tek këndi ynë i gatimit bashkë me Anelën për treguar recetat që ne do të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Një sufle themon të cilën e kam menduar ta bëj me makarona dhe kam përzgjedhur këto makarona që janë tub. Mund të bëni me makarona të ndryshme. Mirë janë këto që janë me këto vrimzat, sepse hyjnë edhe këto, si thua, kremi që do të përgatisim neve në brëndësi. Do të kemi pak fileto pule, ndonjë specë gogozhare, sepse është një kombinim shumë i mirë dhe jep shumë shije, kosë, qumësht, pak gjalp, pak vaj. Vez, pra themi çfarë mund të na ndodhet neve në shtëpi. Nëse doni mund të shtoni edhe pak gjalp, por unë e kam menduar kështu dhe më falni djathtë dhe nuk mendova të shtoj djathtë sepse do ju tregoj mënyrën se si do ta bëj, që s'ka nevojë të shtohet edhe djathtë brenda. Është mjaftueshëm veç se me këto përbërës që unë kam. Sigurisht edhe kripe dhe piper edhe vaj dhe ar moskati. Pra për t'i dhënë një tjetër aromë edhe një shije tjetër. Për recetë tjetër, do me thënë kam përzgjedhur, sepse edhe kjo është si një pjatë kryesore që mund ta servini me një sallatë jeshile apo një mix sallatë, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi. Mund të mendova që të bëjmë edhe peshk jahni e them unë, sepse do të bëhet vetëm me vaj, me lëng limonit, sipër në limonit edhe ujë. Pra do të bëhet si një zjerje dhe atë do ta bëjmë një salcë pastaj për të shoqëruar spinaqin. Pra ose lakra të egra, lakra të ndryshme do t'ishte akoma dhe më mirë dhe do të bëj një recetë shumë e mirë dhe shumë e shijshme dhe e shëndetshme. Unë kam përzgjedhur fileto peshku, por mund ta bëni edhe me ndonjë lloj peshk të, domethënë koca, çfarë lloj peshku që mund të ndodhe në avisave. Dhe për në fund kam menduar t'ju tregoj prapë edhe një salcë tjetër sot, por kësaj radhe do ta bëj me gjalp, edhe me kopër dhe me hudhra. Edhe kjo është një salcë të cilët shoqërojmë ato bukët tona, qoftë të thekura, qoftë bukë të cilat janë të ngrohta që sapo të nxjera nga fura që juve i përgatisni vetë me aq shumë dashuri në shtëpiat tuaja. Kjo salca është e mrekullueshme, është një salcë që italianët faktikisht e bënin me vaj ulliri dhe me hudhra. Mirë po, edhe ideja nga ato ka ardhur, faktikisht në kuzhina italiane, kur ato bën atë, si thuash, kaluan emigrant në Amerikë, në mungesë të vajit të ullirit, ata e sajuan dhe përgatitën me gjalp. Me gjalp, po edhe me gjalp del sërish shumë e shijshme, domethënë. Shumë e shijshme, nuk diskutohet dhe reziston më shumë në klim të ftohtë. Dhe italianët kishin vaj ulliri dhe bënin me vaj ulliri. Ndërsa aty që vajtën nuk është se ishte shumë vaj ullirit në treg dhe u detyruan dhe e bën kështu dhe e nxorën si një recetë shumë të mirë. E përshtatën, atë është thua. Edhe ne do ta sjellim në këtë mënyrën e dytë me gjalp sot. Ndërkohë këtu do të edhe krip. Do të shtoj edhe makarona, domethënë një 5 minutë, jo më tepër. Thjesht të si thuash, një zjerje shumë të lehtë. Dhe do t'i kullojmë dhe do të fillojmë do të bëjmë këtë procedurën tjetër. Tani do të vendos unë makaronat në vatrën tjetër dhe do vendos këtu sepse filetot e pulës do t'i bëj një kavërdisje të lehtë, që edhe i kam prerë në kubik të vegjël, duhet thënë kjo, që edhe shijojnë tani me këtë vajin që do të hedh këtu brenda. Edhe kjo lloj recetë nuk është se bëhet vetëm me fileton e pulës, mund ta bëni me fileto pule, mund ta bëni me prosciutto, me sopë zamnishi, domethënë ka mënyra të ndryshme për të bërë, ta ulin edhe temperaturën se shumë e pasën. Po këtë i kapi ç'ke vënë? Edhe ujë pra? Atje kemi ujë sepse do të vëmë edhe spinaqin, do ta zjem. Unë për momentin kam spinaq, por andisat mund të gjejnë në tregje, domethënë ose edhe në bashkët e tyre mund të gjejnë lakra të ndryshme, atë që thash në fillim fare, me lakra të egra do të bëj shumë më mirë kjo lloj recetës. Ndërkohë që në një moment të lirë unë do të doja që së bashku të ndjekim pak në ekran recetat për zonjat edhe zotrin që janë duke na ndjekur, për ata që sot po e marrin këtë recetë si sugjerim për ta përgatitur në familjet tuaja, ja ku e kemi recetën me plot, pra është një sufle me makarona dhe fileto pule. Për këtë recetë ne do të përdorim 400 gram makarona, 300 gram fileto pule, një spec të kuq, një filxhan qumësh, një filxhan kos, 3 vezë, 2 lugë vaj, 2 lugë gjalp, krip piper dhe ar moskat. Duket
që në recet që do të kemi një kombinim të shishëm në rezultatin e kësaj recete. Sot peshkun do të sjellim në një formë të re, kemi përzjedhur filetot e peshkut, por e njëjta recete dhe e njëjta përgatitje dhe të njëjtët përbërës mund t'i përdorni edhe nëse do zgjidhni të gatuani një peshk të plot. Na duhen 4 racione fileto peshku, 5 lugë vaj, 1 limon, 1 filxhan ujë, kri piper dhe 1 kilogram lakra jeshillë që si që quajmë ndryshe, ose edhe vetëm spinaq. Salcë gjalpi me kopër e hudhra që mund përdoret për brusketa e jo vetëm, përgatitet thjesht vetëm me 4 përbërës, 100 gram gjalp, 4 thelbinj hudhra, 1 tuf kopër, kri, piper dhe bukë për servirje. Kjo është receta e fundit që do të sjellim sot, meqense është një salcë e cila kërkon pak kohë në përgatitje dhe është dhe një propozim, pra siç thamë edhe pak më herët, që ju mund ta mbani në shtëpi, në ato kavanozët tuaj në frigorifer dhe her pas here mund t'i shtoni tryezave tuaja teksa keni gatuar edhe ndonjë gjellë tjetër apo një sallatë apo thjesht doni të shtoni brusketa apo për të shoqëruar mishin me salca që her pas here është e domosdoshme kur bëjmë vetëm mish apo vetëm një gjellë të caktuar, ato salcat mbushin tryezën dhe i japin shije familjeve tuaja. Kemi shtuar specat e kuq. Zbutje të lehtë të specave, ndërkohë që kemi shtuar kripe dhe piper, hodhëm edhe këto specat e kuq, një zbutje të lehtë për të aromatizuar, ndërkohë që unë do të hedhë në tavë makarona të para. Po, të cilat i lam shumë pak minuta, siç e pat shumë pak minuta. Nuk ka nevojë që ta ashtu, se do të përfundojnë në furrë. Po. Dhe pastaj do të na bëjnë shumë të qyllosura, kështu që ne duam që të na ngelen dhe të shkrifta makaronat. Nuk ka nevojë që ti kulloni direkt me një spatull të tillë. Po. Që kemi në kuzhinë, të na ngelen dhe ca lëngje brenda, nuk është problem se na bien dhe pak lëngje nga zierja. Përkundrazi, ajo është lidhse, që të na lidhi dhe mos të na ndajë të na ngele si ujë brenda. Ujë në makaronave e përdorim gjithmonë edhe kur gatuajmë salca. Po, për të lidhur salcën. Ta heqim këtë tani. Okej. Një recetë e thjeshtë. Pra skuqja e filetove e specave në të njëjtën kohë paralelisht janë nxjerr makaronat, kështu që jemi tek ato gatimet që na duan pak kohë dhe na japin një pjatë të shijshme, që me shumë mundësi është e preferuar nga e gjithë familja, edhe nga fëmijët, të cilët duan makaronat me shijen e mishit të pulës. Për fëmijët po pra, ato po mendoja. Goxha e mirë, po jo për si edhe makaronat të vogla që i hanë edhe kollaj kështu. Edhe është në një mënyrë, atë që do të thoshë tani, përveç se specit, akoma dhe në një kungull, më ta bëjmë në copza kubik të vegjël dhe ta hedhim brenda, me thënë për të fëmijët të fillojnë të konsumojnë perime. Edhe këto janë të vogla, do me thënë makaron, ashtu si shte edhe t'janila, kështu që tani ajo që ngelet, do të përgatisim të salsa, që është shumë e thjesht për të përgatitur, të hedhim vezët përpara. Vezët, me që jemi tek vezët, unë e di se çfarë ju zgjidhni, ashtu sikur se edhe ne, veza Ovital, është veza më cilësore që ju gjeni në treg, jam e sigurt që e keni provuar, e keni konsumuar, është pjesë e frigoriferit tuaj, e them gjithmonë që nisja e ditës me një kokër vezësh mëngjesi më i shpejt që mund të përgatisni qoftë zier, qoftë në formën e një omlete dhe me një mëngjes kaq të shpejt ju merrni të gjitha vlerat ushqyese. Meqense ne jemi tek përmendja e bashkëpunëtorëve tanë, e miqtan të përditshëm në këndin e gatimit, që janë një suport shumë i madh, duhet thënë, në këtë një orëshin e parë të transmetimit, do doja që të përmendja gjithashtu, edhe pse çuditërisht sot nuk po gatuaj me miell, por me siguri kemi gatuar gjithë javës dhe pothuajse gjithmonë. Po, bukët mund t'i bëni vetë, ajo buka që na del e shkëlqyer. Mund t'i bëni me maja, mund t'i bëni akoma edhe bukë me pak sodë. Buke si një lloj kulaçi dhe shkon mjaft me ato brusketa. Mund të bëni bukë të vogla. Bukën e që neve kemi bërë këtu në studio. Dhe që ti shikoni, se sigurisht që din vetëm visa që të bëjnë se është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Nëse keni këtë mielin e mirë, mielli ola të zgjidh duart. Është ajo që them gjithmonë. Përzierje, mielli, me pak kos po doni thjesht me miell, me sodë dhe me pak vaj brenda, i përgatisni dhe i bëni, edhe më pëlqen dhe shumë edhe pak djathtë të grirë, kaçkavall brenda të fortë, bëjmë bukë të shkëlqyera. Edhe me këtë gjatë po doni miell gruri për bukën e grurit, po doni të bëni bukë misri, keni miellin e misrit të bardhë apo të verdhë. Të the po, shiko,
Vezët. Nuk e kam fajin unë. Vezët gjithmonë, dhe atë që them gjithmonë, vezët tona, kur janë dhe mbajnë këtë formën, me thënë e verdha, mbanë formën, ruan formën, atëre themi që kemi vezë të freskëta dhe vezë shumë të mira. Kështu që neve tani, do t'i rahim dhe do të vazhdojmë. Po, jo, doja të thoja se me imagjinat në përgatitën bukë në këto momente, por doja t'ju kujtoja që në YouTube gjeni receta buke pa fund që Kati ka bërë këtu, që nga e thekërës e deri tek e grurit apo buka e misrit, dhe i bët që i bët bukët, me qënë se jemi në sezonin e verës, fëmijët tashmë nga sot ka nisur edhe pushimet dhe me siguri do jenë më gjatë në shtëpi dhe do t'i kërkojnë më shumë gjëra për të ngrënë edhe për të kaluar ato vaktet që shpesh kur janë në shkollë kalojnë me ushqime të shpejta. Kështu që mos harroni të mbani vudin në frigoriferin tuaj dhe të përgatisni sanduiçet e mëngjesit, të mbrëmjes, kur shkoni për një piknik, kur organizoni një fundjavë, meqense kemi fundjavën përpara, nëse shkoni në pishina, në plazhe, kudo dhe merrni atë çantën tuaj me ushqime me vete, gjë që e themi gjithmonë, kudo që të hani dhe sado që kemi pafund restorante vërdall, ajo buka e marr me vete, e sigurt që shijon shumë edhe aty ulur në një bar apo për të bërë një piknik të freskët. Të Kati sa lezet kanë këto pikniqet që dikur brezi juaj i bënte shumë shpesh. I bënim jashtëzakonisht shumë dhe thash me bukë me vete. Me bukë me vete dhe zakonisht neve kur kishim që shkonim piknik, bënim ato pitet të cilat bënim me kemi bërë më duket një herë këtu. Kemi bërë një herë këtu, ato pite bënim neve kur shkonim piknik, ato kishim. Edhe ishte gëzimi jonë më i madh kur venim piknik që bënim nga këto pitet. Atëherë. Të dashuran visa unë këtu kam hedhur vezët, i kam përzier fillimisht dhe më mbrapa kam shtuar dhe kosin. E shikoni këtu që kemi dhe kosin. Do hedh dhe këtë arë moskati, do shtoj dhe qumshtin, pra bëjt një salcë me qumësht, me kos, me vezë, dhe këto janë liset për makaronat. Pra ndaj nuk shtoj djath, janë mjaftueshëm këto përbërës si neve kemi. Kështu që ata vendosim të vëndi. E përzim, shtojmë edhe qumësht. Dhe jo, kur të piqe do të kthehet në trajtën e një pastiçoje, nëse e krahasoj me qenë se ka qumshin pastiço e themi sufle anila dipse sepse bëhet e shkrifët e butë, nga vezët. Kjo është ndryshimi. Por dhe në gjuhën tradicionale mund ta quajmë edhe pastiço. Jo, thjesht, do të thënë duke imagjinuar atë tavën e pjekur në fund, e cila do të ndahet, do të coptohet, do të krijohen racione bike të ngjashme me ato të një pastiçoje. E mbajta qumshtin dhe do t'i hedh edhe pak qumësht. Pra duhet të vi... Të ketë në nivel. Në nivel të makaronave. Që mos të thajen makaronat. Po, e kuptoj. Shumë mirë. Fikse pas ke patur. është ajo që themi që shikon me sy. Syri i stërvitur që nuk gabon. Tani po kemi në një vend pa e pastruar. Mua mirë më duket. Gjithmonë kur i vendosim në furrë tavat, është mirë që t'i pastrojmë rreth e rrotull, sepse pastaj digjen ato, edhe nuk na ngjajnë bukur. Edhe lodhemi më shumë për t'i larë pastaj. Tani ta vendosim? Po, patjetër. Ikim pranë furrës, të cilën gjithmonë e kujtojmë se duhet të jetë e para ngrohur përpara se vendosim çfarë do lloji tave në pjekje. Edhe në rregull e kemi atje. Tani nuk e di si jemi me kohën. Ja, do të na thon tani si jemi me kohën. Okej, shkëputemi pra Kati, edhe marrim kohën e nevojshme për të nisur si salcën, si gazimin e filetos së peshkut, shtruar dhe pa i ndërprerje dhe vëmendjen nga Shumë mirë zonjat. atje. Pastrojmë tryezën tonë dhe i mirëpresim këtu ambisat. Jemi këtu, vim tek ju pas pak.
Doni të dini si bëhet kjo fileto e peshkut, unë jam shumë kurioze, sepse realisht nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë kombinimin që na vjen edhe me një salcë që përftojmë nga filetoja e peshkut, limoni, lëngu edhe cipa e tij, të cilin do ta kaloj më pas tek spinaqi. Kështu na e shpjegove, e kam kuptuar mirë? E ke kuptuar shumë mirë. Okej. Nuk ka mundësi që mos ta kuptosh ti mirë. Jam një dëgjuese shumë e Jo mirë. dëgjuese, vetëm dëgjuese e mirë, po je si thua edhe më pëlqen shumë dhe mënyra se si i vendos në pjatë gjërat. I gatuan ti mirë dhe dalin bukur ato, se po nuk është e gatuar mirë, bëj ç'të duash aty te pjata aty, nuk e ça bën, nuk e ça. Atëherë të lutem zemër, ma ndiz. Duart e tua janë, si them gjithmonë, janë magjik. Ndezin shumë mirë se unë nuk e di pse nuk. Tani, thamë që mund të zgjedhim dhe një peshkë koc, një levrek, çfarë mund të shkonte tjetër, pa të peshqit e më vjen kryesisht. Këto filetot janë më të mira sepse këto nuk kanë hala brenda. Domethënë edhe janë akoma dhe për fëmijët dhe për të moshuarit që nuk e kanë atë mundësinë për ta, si thua, për t'i pastruar. Tani këtu hedhim fillimisht vaj. Do të shtojmë edhe ujë pak dhe pastaj do shkojmë në bazë të peshqve. Do shtojmë dhe ujin dhe lëng limoni. Prit tani, t'i vendosim në rast. Tani, uji pse i shtohet? Që të zihet peshku në avull. Pa e ka vërdisur fare? Do me thëmë kështu vaj, uj dhe me njëherë peshku? Po. Okej. I hedhim brënda. Unë des besoj. Unë punën time e bëra. Po, ja, do vetëm pak sekonda. Pa tjetër që e bërë punën të marri val. Ja. Do i hedhim edhe krip, lëng limoni, dhe cipën e limoni do të hedhë në fund fare, nuk do të hedhë tani. Ajo që dohet, kripa. Ne pas kemi këto limonin sot, Kati, për të gatuar gjithë javën. Jo, nuk është ashtu duket ai, po nuk është se ka ndonjë... S'ka shumë lëng thë? Nuk besoj të ketë shumë lëng. Grirsen, renden? Renden jo, se thash do t'a lë pastaj, por do shtryt një thikë, e marrë vetë. Mirë, një thikë. Mos të... Pra, vaj ulliri uj, fileto peshku, krip piper. Ka që kemi bërë deri në këto momente? Vesh se ta marrë këtë tani që këtë cipër... Këta japë nuk e da. Jo, mendova prapë të thash që prit njerë, po e preva do t'a kemë shumë të vështirë për të hequr pjesën e cipës. Kështu që e bëj këtë pjesën e cipës për parë, s'ka problem se e mbajmë edhe këtu të drasa, që ta hedhim në momentin e fundit. Tani uji ajo na bëhet gati, mbaroj këtë punë që ta vë që të bëhet gati kjo, dhe pastaj kaloj andej që të vendosim edhe lakrat për të na zirë. Dhe spinaki përvëllohet shumë shpejt, nuk ka nevojë. Po, një të zhytur në ujë. Neve pasi do të zijem, do me thënë këto, do marim edhe kishte lëkur, kishte goxha cip. Ta mbajmë këtë këtu. E shikon, nuk ishte më shumë kishte... Cipën e pas ka patur të trash për ta bërë kështu, gliko. Po. Edhe bëhet shumë e mirë me limonet. Nga mishi, peshku i ka nevojë, do me thënë që në fillim fare edhe kripën dhe limonin, sepse nuk do që të forcohet, se është delikat peshku. Bëhet shumë shpejt, për 5 minuta është gati peshku. Po, edhe duhet konsumuar në moment. Edhe aq më shumë që në momentin që ne kemi kështu fileto, sepse këtë yndyrën do ta kemi edhe për të hedhur tek pjesa e salsës që do të përgatitet më mbrapa. Pasi do t'i lëm kështu që të na zihen, të marrin 2-3 valë, do me thënë një 5 minutë, 7 minuta e shumëta, do t'i heqim në një pjatac, do t'a lëm atë salsën të na reduktohet dhe sa të vija i moment, unë do kaloj andej për të hedhur spinaqet. Shumë mirë. Që mos t'i lëm edhe spinaqin të... Dhe në të njëjtën kohë, shohim recetat në ekran. Sufle me makarona dhe fileto pule. Kjo është receta të cilën ne e kemi vendosur në furr. Pra e kemi përfunduar sepse ishte shumë e thjeshtë për të bërë. Do ta rikujtojmë edhe një herë nëse ju nuk na keni ndjekur nga fillimi, por përbërësit e kësaj recete janë këto. 400 gram makarona, 300 gram fileto pule, 1 spec të kuq, 1 filxhan qumësht, 1 filxhan kos, 3 vezë, 2 lug vaj, 2 lug gjalp, krip piper dhe arë moskat.
Ajo që jemi duke bërë tani është fileto peshku jahni me lakra, na duhen 4 racione fileto peshku, 5 lugë vaj, 1 limon, 1 filxhan ujë, krip piper dhe 1 kilogram lakra. Në fund fare për ta mbyllur do të bëjmë një salcë gjalpi me kopër e hudhra. Na duhen 100 gram gjalp, 4 thelpinj hudhra, 1 tuf kopër, krip, piper dhe bukë për servirje. Shumë të shishme më duken recetat sot edhe mund të ishin edhe shoqëruese të njëra tjetrës, apo peshko me makarona, me fileto. Jo, ka ikur ma ajo teori dhe ajo ide që nuk konsumohet. Po, ka ikur edhe peshku me djathë. Ashtu. Kështu që nuk është problem. Mund i konsumojmë, po jo, e di pse e thash, me qënë se kemi përpara fundjavën, edhe zonjat përgjithsisht gatuajnë më shumë se sa një pjatë, gjatë fundjavës. Është shumë më se e vërtet, sepse atë mund ta fillojmë me atë fillimisht, me makarona. Sigurisht nga pak në pjatë, me racione të vogla. Edhe më mbas mund të shtojmë spinaqin bashkë me atë. Kemi edhe të salsëm, pse jo, me thënë që të bëjmë ato bukët tona. Kështu që është një drek komplet për fundjavë. Edhe është ndryshe nga ato fundjavat e tjera që janë jo me mish pule apo me mish të zakonshëm, se neve kështu e kemi, që kemi të nevojshme, do me thënë që të dielave të kemi mish. Po, kështu që le të qëndrojmë te peshku gjatë fundjavës, e mira është të konsumohet. Të paktën një herë në javë. Jetë marri një pjatë më të madhe se do të shikojmë tani se si. Pse e ndrove mendje? Jo, se duhet të janë peshqit janë më shumë se aq. Janë më shumë se aq. Të na ruaj dhe formën, të mos na brishen. E shikon do me thënë me një herë. Kaq duhen lënë? Po është peshku, këto janë fileto të holla, Anila, dhe zihen shumë shpejt. Zien një zakonisht shpejtë, po, ndryshojnë ngjyrën, është sforcuar, edhe janë gati, dhe me thënë. Tani janë visat, mund t'i lënë edhe pak më tepër, varet se sa e duan, po ajki dhe ato një 5 minutë edhe bëjnë gati, nuk ka nevojë që t'i lëmë edhe shumë. Lëngu i, si të thuash, i limonit, t'i hedhim dhe këtë pjesën e cipës, do hedhë një pjesë këtu dhe një pjesë do t'a hedhim pastaj kur do t'a servirim në momentin e fundit. Po tani japin edhe shije. Përveç se aromë edhe shije dhe vlera ushqimore. Tani, unë i kam gati. Ju e në shtëpi nëse doni t'i lëni dhe pak më tepër lëni, por nuk ka nevojë sepse filetoja aq do 5 minuta dhe është gati i zier. Pra i heqim me kujdes. Edhe e shikon që po të lihet dhe pak ato do fillojnë do prishin formën e drejtë. Kështu që nuk ka nevojë. Është mjaftueshëm kjo. Atje spinaki, edhe spinaki nuk do shumë kjo të zihet. Edhe spinaki është pothuajse. Sepse është varet edhe nga spinaki, nëse kemi ato gjetëzat e para, nuk do shumë. Kjo nuk donte. Nëjse. Okej. Tani këtu, duke shtuar dhe pak fare vaj, do t'a lëm edhe pak piper, do t'a lëm të reduktohet, edhe do të bëhet një salcë e lidhur, që me këtë salcë do shoqërojmë spinaqin edhe do t'ja hedhim edhe peshku, se do reduktohet, do lidhet salca, do bëhet më e trash. Do bëhet më e trash, më e lidhur. E shikon që tani ka filluar të lidhet. Po, e ndihmon edhe vaj. Edhe akoma më tepër do lidhet. Ta heqim të farzën. Ja. Një salcë shumë e mirë. Edhe makaronat më duken gati mua. Duken? Po duan dhe pak. Mirë, mund t'i ulim pak temperaturën që të qëndrojnë edhe pak anila, që të mpiksin tamam. Ja. Ta lëm dhe pak të reduktohet kjo dhe unë kaloj andej që të heqë pjesën e spinaqit. Nuk ka nevojë që t'i kulloj. Sepse kam kulles pjesën e lugës që kam përdorur. Ta fikim edhe këta. Ka se i fikur ato? Po, mund t'i fikësh Anil.
Tani, në shtëpi mund t'i vendosni, si që keni kështu spinakin, në i pa kështu, me thënë, ose mund t'a vendosim spinakin këtu tek pjatanca, në këtë mënyrë, ose mund të vendosim peshku lartë spinaqit. E kuptoj. Që ta kemi ne të na duket, do me thënë të shofin në visat më mirë, vendosim spinaqin këtu. Vendosim ashtu, po. E do shtem atë lëngun që kemi pregatitur. Po shtem edhe pak lëng limoni. Pjesën e sipër të limonit që lam pa përdorur, e lam pikërisht për t'ia shtuar në fund edhe për dekor, por edhe për të marrë atë aromën e freskët që lëkura e limonit ka. Salca është trash. Kjo salsa është gjithë shia, Po. që do t'i japi pjatës edhe spinaqit, Kombinimi edhe këndshëm. peshkut. Kjo është salcë, dhe është, si thua, prandaj themi jakni, se ka lëngje. Nuk është një peshk i thatë, shumë i shishëm, edhe shumë i shëndetshëm. Prandaj dhe quhet peshk jakni, e mërtoj kështu, për arsye sepse e shikoni se sa Vjen lëngje. edhe me lëng, pra nuk kemi një peshk të thatë. Atëherë, heqim diku. po, nuk ka gjë, i sistemoj unë. Kati, ndërkohë ti shikoj njërë makaronat nëse na thua edhe sa kohë na duan. Ja do Ne heqim. kemi diku këtë 8 minuta kohë nga ky moment, mjaftueshëm për të pritur. Për të përgatitur salcën. Po, për të bërë atë salcën me gjalp, pra që pat në recet pak më herët, dhe për të pritur edhe përfundimin e plot të tavës me makarona, dhe do ta shërbejmë sigurisht dhe atë në pjatë, dhe do të kemi një drek shumë të mirë sot, të cilën do t'ju propozonim sigurisht ta bëni edhe ju në shtëpi, në mos sot, se ndoshta si keni të gjitha gjërat, po ditët në vijim, mbajini shënim aty si një alternativë interesante për ta shijuar, për ta gatuar edhe për ta provuar. Atëherë, kjo nuk na duhet më as tigani. Me që e hoqani, e bëj një pastrim kështu të thjeshtu. Kemi pak kohë për të parë recetat për herë të fundit. Recetat e ditës së sotme. Pjatën e parë ne e kemi përfunduar, do bëjmë salcën me një herë, do nxjerrim dhe makaronat nga furra. Sufle me makarona dhe fileto pule. Na duhen 400 gram makarona, 300 gram fileto pule, 1 spec të kuq, 1 filxhan qumësht, 1 filxhan kos, 3 vezë, 2 lug vaj, 2 lug gjalp, krip piper dhe arë moskat. Fileto peshku, sa po e përfunduam këtë recet, 4 racione e fileto peshku, 5 lug vaj, 1 limon, 1 filxhan ujë, krip piper dhe 1 kilogram lakra. E sikur që do të keni një recet të realizimit të peshkut, se mund ta bëni edhe me peshkë, jo vetëm me fileto. Pra, krejt ndryshe nga ai peshku i pjekur që zakonisht bëjmë apo në tavë, në familje. Salcë gjalpi me kopër e hudhra, këtë sa po e kemi njësur, do ta kemi vëmendje me njëherë te Katerina, këto janë përbërësit që ju duhen. 100 gram gjalp, 4 thelpinj hudhra, 1 tuf kopër, krip piper dhe bukë për servirje. Pra këtë salcë mund ta përdorni për të lyer si për brusketat, bukët. Çfarë kemi bërë? Tani gjalpi na duhet në temperaturë ambienti, besoj. Po. Përderisa do ta Tani në bear i bëjmë gjërat shumë shpejt në temperaturë ambienti. është shumë shpejt gati. Veç se këto hudhrat janë pak Janë të vogla. të vogla. Do e ngrirë në rende, a? Është në rende ose në makinë ngrirëse. Pra të mos janë të Po, mos t'jenë shumë. Po që edhe me thikë, mund t'i Nëse grim, keni por durim, duhet po t'i ajo bëri më t'imët, që të bëjnë të imta. Po për çudinë na dolën këto, janë si thua vëndi, hudhra vëndi, Edhe janë të vogla, i kanë thëmpit e vogla. Faktikisht to janë më të shishme. E vërtet. Edhe sigurisht që kanë shihen më të mirë. E të hedhim dhe një dy neve tani se E bëm që e bëm, ta bëjmë tamam. Edhe kopëri gjithashtu është i grirë shumë i mëtë, si që shihni. po duhet të jenë të imta. Ja dhe këto të pak këshu edhe bo. Nuk hedh më. Tani hudhra në visat mund të hedhin si pas dëshirës. As ta teprojnë, po as edhe pak. Ashtu.
Ja, e hedhim të gjalpi, që është në temperaturë të ambientit. Do shtojmë atje edhe krip edhe piper. Edhe do të kemi gati, duke e përzirë. Dhe dele shishme kjo? Shumë e shishme. Vërtet, e? Shumë e shishme del. Po Se hudhra kisha dhe menduar. kopra Jo, i shkon thash, shumë po patjetër, gjalpit. Madje këto i bëjmë edhe kubik dhe i vendosim edhe në ngrirje. Dhe i kemi në qast për shembull që mund t'i përdorim në supra të ndryshme. Kur edhim gjalpin që Po. edhim të supa, e kemi bashkë aromatizuar me hudhra dhe me... Edhe shkon, do me thënë, i shkon jashtëzakonisht shumë. Po, edhe këtë variantin e vaj të ulërit e kam të gjuar unë që mund të... E kam parë diku, që mund të futet në ato kubikët e ngrirjes në frigorifer, pra vajin e ulërit aromatizuar me erza, me hudhra e tjerë dhe e kemi gati në momentin që gatuajmë. Ta shojmë njerë qëfar ndodh nga ata nxjerr këto kati? Po është bërë, ta shikojmë edhe ta nxjerrim. Mua duket që është bërë. Them se po. Shikoj një herë? Shumë e mirë. Është edhe, Është bërë nuk është e gërgja. lëngshme, pra është Është mpiksur. është mpiksur, pa është fryrë. Është ashtu se siç duhet. Sa e mirë doli. Dhe sa shpejt u bë. E këto janë gatime të shpejta, të gjitha janë të shpejta. Do me Kështu thënë na të duhen treja tani, ëh, recetat janë shumë të thjeshta dhe të shpejta. Mjafton të kemi përbërësit edhe kjo është gati. Tani ta fërpaktu dhe ta pastorim pak me një letër kuzhine edhe ta tërheq diku këtu. Një letër kuzhine ta pastroj dhe jam në rregull. Që mos ta kalojmë në një enë tjetër, e pastrojmë këtë këtu në siç e kemi edhe. Po, dhe e vendosim edhe në mes të tavolinës. Edhe e marrim me një thik që është enkas për të lyer, do me thënë. Thik gjalpi, siç e quajmë. Thik gjalpi. Edhe lyejmë bukët, lyejmë çfarë mund të kemi shtuar tjetër në tavolinë. Edhe me që e kemi, do me thënë, bërë me kopër, e t'i hedhim edhe ca kështu, do me thënë, më të freskët. Shumë bukur. Vetëm se kujdes me konsumimin, se gjalp është. Me hudhrat që hodhën brënda. E balancojmë. Ashtu. Kështu që mos të gjalp. Kemi nevoj edhe për gjalp. Nuk është më ajo teoria që thonim që nuk na ngrejnë në kolesterolin e njërën tjetër. E kemi nxjerr gjalpin jashtë. Jo, thjesht e kujtova që sido që të jetësh gjalp, ndaj... Donë të e fshirë pak më poshtë. Pak me kujdes, kur të lyeni bukët. Nuk e fshiva se thash mos ta marrë dhe atë gjalpin. Jo, se mirë është, mendoj se është okej, nëse besoj shikoni të treja, pra sufleja me makarona, me speca. Ani kujdeset, do me thënë, që të na i nxjerr gjërat mirë, edhe kur neve nuk i kemi ashtu siç duhet. Po jo me mirë janë, se po s'është mirë, nuk është do të mirë. Po nuk është mirë. Fileto peshku me spinaq, edhe salca e gjalpit me kopër edhe me hudhra. Ç'është e vërteta mua kjo, do me thënë, filetoja e peshkut me spinaq, me këtë salcë neve pregatitëm, ju garantoj që të ju pëlqej jashtëzakonisht shumë. Pregatiteni në mënyrën se si ne pregatitëm, lëjani këtë lëngun, sepse ky lëngu është ai që jep shijen përfundimtare situash gatimit dhe filetos edhe spinaqit. Bëhet shumë recet e mirë dhe e shijshme. Jo vetëm me spinaq, thash që mund ta përgatisni dhe me lakra të ndryshme. Ato janë, do me thënë, që bëjnë ilaç. Një gatim ilaç për shëndetin. Ja, kështu. Ti na hape punë për fundjavën, që të... Për fëmijët ajo është e mrekullueshme. Pa. Kështu që... Të lumshin duart, Katerina. Faleminderit edhe për këto receta që na mbyllën javën sot. Falenderojmë dhe anvisat që qëndruan me ne, duke uruar, do me thënë, një ditë bukur në vijim dhe një fundjavë të bukur dhe sa më të mbarë, rrethuar të gjithë pranë tryezës familjare, me shumë dashuri edhe me gatime.
Me gatime të bëra vetë nga duart e familjarëve në mënyrë të veçantë, nënave që duam janë ato që impenjojnë kaq shumë në kuzhinë. Të uroj një fundjavë të mbar. Gati duke kujtuar edhe kënaqësia ime, edhe audiencën, publikun pra që recetat më të mira të kësaj jave do të rikthejmë gjatë fundjavës, ashtu sikurse bëjmë çdo fundjavë të shtunë të diel do të rikthehen 2 nga kuzhinat më të kërkuara nga ju për të riparë edhe një herë apo për ju që nuk na keni ndjekur gjatë kësaj jave. Ne do të shkojmë në publicitet tani edhe takimin e kemi pas kësaj hapësire marketingu në këndin tonë të ftuarve.